të bëjmë dobi njerëzve dhe të largojmë damin për tyre. Kemi të dobishëm për rrethin dhe shoqërinë dhe të largojmë çdo pengesë dhe çdo dam që i bën pengesë apo dam njerëzve. Shikoni, janë disa hadithe shumë interesante që kemi nevojë na me i lexu edhe me i mësu, po edhe të tjerëve me a tregu edhe me ta normalisht me jetu. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadithi që bën vetë Imam Buhariu dhe Imam Muslimi në dy sahihet e tyre, bejnama rajulun yamshi bi tariqin wajada ghusna shawkin fi at-tariqi fa akharahu fa shakara Allahu lahu fa ghafara lahu. Hadith gjigant madhështor. Unë nuk besoj që kësi udhëzimi mund është me gjetë ndonjë fe tjetër përveç fesë islame. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duke ecë një njeri rrugës, e pa një deg me thera, nudh, e morja degën e largoj për rrugës. Mos mi pengu njerëzve. Shikoni çka thot pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Fa shakara Allahu lahu, Allahu e falënderoi këtë njeri, fa ghafara lahu dhe ja fali gjunahat atij. Allahu akbar. Para mendo, një deg me thera e ke pa nudh, e ke largue nga udha, mos shpohen njerëzit në te, apo mos shpohen gumat e kereve në te. Allahu të falëndon ti dhe ta fal gabimin ti. Para merr në këtë hadith edhe shikoni lagjet tona. Shikoni trotuarët e lagjeve tona. Shikoni rrugët e lagjeve tona. Trotuari është vend publik i gjithë lagjes. Shkon buri i botës, vnon hekra në trotuar. Pse? Se parkohen kerët e kushive dhe azon trotuarin. Edhe ai vese me gjithë problemin e bën edhe më të madh. Sa ai do të vazhdon me u parkua, mi po tash vese u parkon trotuar, të parkohet në rrugë. Rrugët tona zotën të vogla, e parkimin e veturave bën edhe më të ngushta. Tjerë vënën gur. Edhe ti të vozit nuk e shef mirë gurin. Tu desh me parkua, e godit gurin me veturë edhe dëmton veturën tonë. E kështu me radhë bërloqe që gjuhën e pengesa që vendohen, ndërton shtëpinë, e gjitha bërloqet e mahallës midis rrugës. Edhe mbetin aty një javë, dy e një muaj, s'ka kush i hek edhe kush i lëviz. Fotografitë të cilat përsëriten vazhdimisht në lagjet tona. Vese mi larguna pengesat nga rruga, pengesat që kemi në shtëpi i gjujmë në rrugë. Vese na mi pastru xhamijat tona, vim edhe i mbushim me bërloqe dhe ikim për xhamijave tona. Kjo është duke na ndodhur. Shkojmë neve në piknike, në përfushat pastra të Allahut dhul xhelal, që Allah ne ka dhënë hedije, gjelbrimet, kanshme, si kopshte e xhennetit, përreth lumejve të freskët. Shkojmë atje për të freskuar, për të largu nga zhurma e qytetit dhe nxehtësia e madhe dhe vapa e qytetit. Shkojmë atje për merak. Allahu dhul xhelal e ka bot pastër vetë natyrën e pastër. Shkojmë rrim në 1 saat apo 2, rrim 5 saat apo 10, kur dalim për ati vendit, si me pastro bomba atomike, si Hiroshima e Nagasaki e bëjmë. Kërdivëjmë, edhe kur kush për neve se ka gale, normal bilëm, hudhë bërloqe, lensat mund është plastika, ndesh qofrin shishat plastikës, ndesh keset plastikës, të cilat ato, kur e mbulojnë tokën, e pastër dhe të bereqeshme, nuk e di sa qindra vite e lonë të vdekur në tokë. Pse? Se s'kemi parasysh të udhëzimet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E vim pastaj shoqata me na fol neve për ekologji, e për natyrë të pastër kështu me radhë, ana para 1400 viteve kemi këto mësime, po kanë mbet na për rafta. Nuk janë shëndruar në program pune. Andaj as hoxha në xhami ti mëson, as arsimtari i shkollë ti mëson, as babat e shtëpia ti mëson, edhe ti normalisht që nuk e din, edhe me të nuk jeton, edhe pastaj bosh vetë pengesë e jetës së pastër, jetës së shëndetshme dhe jetës së mirë në tokën tënde.